Ndërsa shikues, takojmë përsëri në rrëfime profetike në këtë cikël ku jemi fokusuar tek tregimet që profeti alayhis salam ju ka transmetuar shokëve të tij mbi ngjarjet e popujve të mëhershëm. Dhe ngjarja e radhës do të jetë mbi një person i cili ju tha fëmijëve të vet që ta djegin trupin e tij pas vdekjes së tij. Çfarë mesazhesh ka kjo histori? Çfarë mësojmë për këtë histori? Për gjitha këto do të kemi shpjegime të hoxhës nderuar me të kalaja. Selam aleikum hoxh Misevin. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se gjeta. Me emrin e Allahut, gjithë mëshiruesit, falenderojmë Zotin, krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin për profetin Muhammed alayhi salatu wasalam. Faktikisht ky hadith ose ky tregim profetik ka ardhur nga disa transmetime, nga disa sahabe, Abdullah ibn Mas'udi, Abu Sa'id al-Khudriu, shumë sahabe. Ka disa rrugë transmetimesh. Si do kanë qenë disa persona që kanë dëgjuar dhe transmetojnë. Që kanë dëgjuar nga profeti alayhi salatu wasalam. Dhe faktikisht hadithi është ashtu siç e the ti, domethënë kështu tingëllon pak çuditshëm, por shumë interesant kur dëgohet i tëri dhe normalisht që kanë të shumë dobi dhe gjëra interesante që ja vlen për të ndalur dhe për të medituar rreth tyre. Tregon pra Abu Sa'id al-Khudriu, njëri prej sahabëve, thot radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot një ditë profeti alayhis salam na tha: ndër popujt që kanë qenë përpara jush, një burr në momentet e fundit të jetës tij që ishte në agoninë e vdekjes, i fton djemt e tij që t'i qëndronin pranë. Dhe ju thot: çfarë babai kam qenë unë për ju deri më sot? Ata i thanë: babai më i mirë, domethënë në kujdesin, në shpenzimet, në si çdo fëmijë që babai i tij duket njeriu më shëmbullar. Jo, po edhe ai kishte kontribuar. Tha: do t'ju kërkoj besën për një gjë dhe dua që fjalën time ose amanetin tim ta çonin në vend. Ose përndryshe, pasurinë që meritonin nuk do t'u lër juve. I thanë ato: po si o bab, do ta çojmë amanetin, besën në vend. Tha: kur të vdes, më dizni dhe kockat, le të themi kështu, mi bluani dhe hirin ma hidhni gjysmën në erë dhe gjysmën në det. Se pasha Zotin, nëse Allahu mua më ringjall sërish, unë kam të marrë tek Zoti një ndëshkim shumë të fortë. Mbas vdekjes babait, fëmijët e çuan në vend amanetin dhe besën që i patën dhënë babait tyre dhe e vepruan këtë gjë. Me ta bërë fëmijët këtë gjë, Zoti i Madh urdhëroi hirin e hedhur dhe atë, le të themi, masën e bluar bashkë me hirin, i tha: riktheu edhe një herë në jetë. Pra e ringjallin në moment. Kur doli përpara Zotit, i tha Zoti gjithësisë: o robi im, si guxove dhe e bëre një gjë të tillë? Përse? Tha: o Zot, e bëra vetëm prej frikës që kisha për takimin me ty. Kur mendoja se do të takoj ty dhe gjunahet e mia, thosha frika përfundimi i keq. Po, më mirë të tretem digjem që mos të ngjallem. Allahu tha: o robi im, të kam falur. Me kaq mbaron hadithi. Profeti alayhis salam, shumë interesant, nuk ka bërë asnjë koment mbi hadithin. Dhe unë mendoj se kjo është gjë shumë e bukur, në mënyrë që njerëzit kuptojnë se, domethënë, mëshira e Zotit është shumë e madhe, po edhe mëshira e Zotit është shumë e madhe, po edhe konceptimi i njeriut mbi mëkatet e tij dhe gjunahet e tij është shumë i mirë edhe nëse është ekstrem. Pra kur njeriu i vlerëson mëkatet e tij shumë rënd, shumë keq, është mirë se kjo tregon se ka besim. Ka të qenë vetë kritik ndaj njeriu, ky personi, domethënë pavarësisht asaj që kërkoi të bënin mbi trupin e tij, faktikisht
Ai kishte frikën ndaj Zotit, e kishte turpin prej Zotit. Ai mendonte gjithmonë si të dalë përpara Zotit me jetën time. Shumë interesant se në disa transmetime tregohet se puna e tij ishte Zot na ruaj, domethënë bëhet fjalë në ato kohë, ai vjedhte qefinat të vdekurve. Një veprim shumë i ulët, shumë. Mirë po ky, me sa duket, kishte besim, e dinte se një ditë do të ringjallemi, do të dalim përpara Zotit dhe nuk mund t'i kaloj Zotit kjo gjë. Pra, domethënë ai dinte që po bënte një mëkat shumë të madh. Mirë po megjithatë, domethënë besonte se ka botë tjetër, do dalim ditë përpara Zotit dhe kështu nuk shkon puna. Dhe kjo çoi atë deri në këtë akt ekstrem le të themi. Pra ai nuk e mohonte, si thua, forcën e Zotit për të ringjallur. As nuk mohonte botën tjetër, as nuk mohonte ringjalljen. Po frika e tij se si do të dalë përpara Zotit. Mund të bënte një zgjidhje e cila edhe ai pse dinë që nuk ishte zgjidhje, po për këtë arsye dietarët thonë që fjala e tij ishte shumë e rëndë. Fjala e tij kur tha duket si mohim. Se po të më ringjalli Zoti, domethënë mos varrosni si një mënyrë shpëtimi nga ringjallja, se kur të bëjmë kështu s'ka më ringjallje. Për këtë arsye edhe dietarët kur e komentojnë këtë pjesë, çfarë thonë? Thonë ai domethënë ishte shumë i paditur. Sepse domethënë besimtarë më minimal e din që Zoti do të ringjallë njerëzit që vdesin, jo vetëm ata që janë në përvarre, po edhe ata që janë zhdukur komplet, edhe ata që janë djegur, edhe ata që janë prej mira vitesh. Edhe ata që janë tretur tërësisht, domethënë Zoti do të ringjallë se çështja e Zotit për çdo gjë është innema amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Zoti nëse do që bëhet diçka, mjafton që ti thotë bëhet, edhe Zoti e fal. Mirë po dietarët gjithashtu e kanë parë dhe një kontekst tjetër, konteksti i se si Zoti i Madh e arsyetoi këtë njerëj, megjithëse ky bëri një mëkat shumë të madh, me fjalën që tha. Fjala që tha se po të më ringjalli, domethënë po e bëj këtë se kështu s'ka ringjallje. Kjo fjalë, domethënë shumë e rëndë. Pra Zoti i Madh, dhe ky është mësim për të gjithë ne, nuk i trajton njerëzit me përpikmëri të fjalëve, të domethënieve të Zoti më shumë i trajton njerëzit me zemrat e tyre dhe me mjetet e tyre. Absolutisht. Për këtë arsye edhe ne, domethënë, në raportet tona me njerëzit, nuk duhet të jemi, domethënë, kështu të kapemi në çdo presje, në çdo fjalë, jo. Pyetni, o zotni, çfarë qëllimi patë që e the këtë fjalë? Sepse logjikisht, kushdo që e dëgjon këtë fjalë thotë ky njeri me këtë që ka thënë, ka mohuar Zot dhe gjithçka, se ky po dyshon ke fuqia e Zotit. Mirë, po ai faktikisht nuk kishte këtë qëllim. Ai më tepër si për të shprehur pendimin e tij se sa ai për të shprehur pendimin e tij edhe domethënë frikën, ai domethënë frika e madhe prej Zotit, si më thon, nuk diti se çfarë tha. Për këtë arsye edhe ne domethënë kur flasin njerëzit, tani mos marrim domethënë fjalët e njerëzve të analizojmë. Përderisa personi është gjallë, duhet ta pyesim. O vlla, o zotni, ti ke thënë kështu. Më fal, a mund të më shpjegosh se çfarë patë për qëllim? Sidomos kur është, domethënë këtu nuk kishte fare nevojë për shpjegim, ë? Se këtu ishte e qartë që ai dyshoi tek Zoti dhe tek fuqia e Zotit. Domethënë tha se po të më ringjalli Zoti ka për të ndënuar. Domethënë po e bëj këtë që të shpëtoj ringjalljes. Ky është dyshim. Pra, edhe pse ishte e qartë, Zoti tha pse e bëre këtë robim? Zoti, që shumë mirë Zoti e dinte se pse e bëri ky. Patë pse na është treguar neve kjo ngjarje? Është na treguar neve kjo ngjarje që edhe ne, kur njerëzit bëjnë diçka që nuk na duket normale, duhet i pyesim njerëzit. Kur njerëzit bëjnë diçka që është e dyshim, duhet i pyesim njerëzit. Kur njerëzit bëjnë diçka që është me interpretim, duhet i pyesim, "O Zoti, ti që e the këtë, çfarë qëllimi ke?" Pra dhe gjëja më e mirë është të pyeten njerëzit, sepse me të vërtetë mund të ketë në momente të caktuara, për shkak të ligjëratës, për shkak të ngutjes, për shkak të emocioneve, njeriu të nxjerrë ndonjë tog fjalësh që më të vërtetë mund të jetë shumë problematik nëse do të analizohet fetarisht. Nëse do të merret ashtu ngushësisht, jashtë kontekstit. Nëse do të merret domethënë kështu bukfalisht kur i thën në kontekstin kështu siç u tha. Mirë po, përderisa personi është gjallë, përderisa njeriu është gjallë, është mirë të pyetet. Për këtë arsye edhe gjithmonë ndodh kjo, domethënë që, ore, më fal, çfarë deshet thuash me këtë? A mund të më shpjegosh? Pra këtyre ai mendimi i mirë për tjetrin dhe justifikimi sepse mund të ketë shumë kushte dhe shumë arsye pse personi është shprehur. Justifikimi, domethënë justifikimi i njeriu deri në ekstrem. Ky është ta justifikosh tjetrin në ekstrem. Po nëse është vllai jot, shoku jot që fundi ka thënë diçka që ka hapësirë, ka interpretim, s'pohet fjalë. Ktu domethënë ka shkuar arsyetimi i personit deri
aty ku nuk ban më, megjithatë tha Zoti e fali dhe e futi në xhenet. Domethënë e kemi thënë edhe herë tjetër, mos të bëjmë ne llogaritë e Zotit, mos marrim ne kompetencat e Zotit. Mos nxitojmë këtë pjesë sepse kjo pjesë ndoshta ka pulsë shumë e rrezikshme, domethënë shumë delikate, ka shumë humbet personi që shpreh se sa gjynafçari në këtë rast. Absolutisht. Për këtë arsye është mirë domethënë që sa herë hasim situata të tilla ne, domethënë të marrim opinionin nga vetë personi, ta dëgjojmë qëllimin nga vetë personi. Tash, fjalët mund të thuhen dhe personi kanë mend ndoshta diçka krejt tjetër. Më ka ndodhur mua për shembull, ka marrë dikush ka kput një fjalë nga një fjalim ose nga një intervistë, e ka kputur edhe e ka gjykuar atë. Që në pamje të parë duket sigur ky person faktikisht edhe unë tani që e kam lexuar për shembull duket që faktikisht e mbar atë lloj kuptimi, pavarësisht se qëllimi as ka qenë fare në atë kuptim. Mirë po, kush e lexon mund të kuptojë edhe atë. Dhe më e drejta kush ishte? Më e drejta ishte thoshte ti ke thënë kështu, çfarë patë për qëllim me këtë këtu? Dhe kjo është më e saktë. Abuzimi me shprehje dhe me fjalët e tjetrit. Absolutisht. Domethënë ideja është domethënë ne hadithi tregon domethënë mbi të gjitha mëshirën e Zotit, tregon mbi të gjitha faljen e Zotit, tregon mbi të gjitha se Zoti më shumë sheh zemrat përpara se të shohë artikulimet. Zoti sheh niyetin përpara se të shohë artikulimet. Na ndodh dhe neve në jetë vëlla që mund të themi një fjalë që mund të jetë shumë e rëndë, po faktikisht njeti jon nuk është as pak për të. Për shembull, si stuti për shembull një herë, vdiqën për bukë. Si vdes robi për bukë, domethënë ç'është kjo punë pse robi për bukë? Po s'ka lidhje fare që robi duhet të vdes për bukë, po s'ka lidhje fare. Qëllimi i njeriut është me kuptimin na ka marrur ja shumë, kjo është një shprehje, ose siç thotë të bësh kurban. Ke për qëllim se ti do të bësh kurban për të dhe kurbani duhet të jetë për Zotin e nuk. Po dhe na ditët gjejmë shpesh që i thon sahabët bësh kurban për ty o pejgamberi, babain tim për ty e për Allah. Që pamje të parë duket si kufër, duket si mohim. Pamje të parë duket sigur, dhe shumë herë ka ndodhur edhe në jetën e pejgamberit alayhis salam, domethënë ka ndodhur që dikush ka fol diçka që dikush edhe mund ta ketë keq kuptuar dhe profeti alayhis salam ka bërë korrigjimin ose i ka thënë personit çfarë apo si. Siç ndodhi për shembull me rastin e ngjarjes që është treguar në Kur'an në surën Tobe, ku disa sahabe u përfshin në një bisedë të cilën Zoti e kritikoi në Kur'an. Dhe tha që kush u përfshin në këtë bisedë ka mohuar mbas besimit, sepse u tallën me ajetet, me profetin, me. Pastaj çfarë tha Zoti? Vetë Zoti. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan ukhra. Njerëzit e përzihen në bisedë i ndau në dy pjesë. Një grup që tha do ta fal dhe pjesën tjetër tha s'do ta fal. Ata që tha Zoti do t'i fal ishin ata që i mori biseda po nuk kishin qëllim talljen. Dhe ata që tha nuk do t'i fal ishin ata që kishin për qëllim talljen. Pra domethënë ne sipas normativave islame të tallësh me fen, me besimin, me profetin, të tallësh me simbolistikat e fesë, ky veprim në normativat islame quhet blasfemi, dalje prej feje, sepse po tallesh me diçka që është e shenjtë. Grupi i këtyre njerëzve, një pjesë e grupit kishin për qëllim me të vërtetë talljen dhe dikush e morën si shaka. Ran kurrë si thua, nuk e kuptonin që në bisedë, domethënë nuk është se ishte qëllimi i tyre të apo thjesht shaka edhe gallata. Dhe Zoti i Madh, pasi dha gjykimin normativ, ju mohuat mbas besimit se u tallët me Zotin, me profetet dhe me ajetet e Zotit, pastaj tha, mos u arsyetoni, as mos kërkoni falje, sepse keni mohuar mbas besimit. Mbaroi ajeti. Pastaj tha, nëse ne do të falim disa prej atyre, të tjerë do t'i dënojmë. Nëse do të falim disa prej atyre, po faktikisht në synin ton, po t'ishte se po shifshin filmin ne tani dhe aty do shfaqej. Duke si të gjithë njësoj. Ishin gjithë njësoj. Ama Zoti bëri dallimin sepse i di zemrat dhe jetët dhe qëllimet e tyre. Ose siç tha nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha, për një rast një ushtri tha profeti alayhis salam do të pushtoj Medinën. Tha dhe do të hapet toka dhe do t'i gropoz të gjithë. Tha nëna besimtarve e pyeti profetin alayhis salam, tha o profeti i Zotit, po si do të jetë puna me këtë ushtri? Çfarë do të jetë përfundimi i tyre në botën tjetër? Sepse mund të ketë ardhur dikush me këtë ushtri që s'ka pas lidhje, po ka qenë i detyruar, kanë marrë ushtarë, si më thënë. Po. Tha profeti alayhis salam, do të ringjallen sipas nijeteve të tyre.
Sipas qëllimeve Pra, që kanë pas në këtë veprim. Kemi një rast që u përmend pak më përpara në Kur'an. Kemi këtë rastin e hadithit Aishas. Kemi rastin tjetër për shembull të Hatib ibn Abi Baltas, i cili bëri një veprim që në syt normativave islame është mosbesim. Çfarë bëri ky? Spionoi profetin alayhis salatu wassalam. Tradhti. Po të spionosh profetin duke rrezikuar jetën e profetit, jetën e sahabëve, të ardhmen e muslimanëve. A kupton? E pasojë shumë të rëndë. Normativa islame për këtë veprim kush është? Pa besi, del prej feja automatikisht. Kur erdhi dhe i tha profetit, nuk gjykoi profeti, tha ky mohoi Zotin, merreni. Jo. Tha pse e bëre këtë? Ç'të çoi ty që të bësh këtë akt spionimi? Tha o profeti i Zotit, ju të gjithë që ishin nisë për në Mekë, i keni njerëzit atje. Unë s'kam vetëm gruan dhe fëmijët kisha atje. Dhe mendova se duke qenë unë me ju dhe kurajshitët kur të morin vesh që edhe unë jam pjesë e juaja, do shkojnë të hakmeren tek familja ime. Dhe mendova ta bëj këtë që të jetë si një arsye për të trojtë gruan dhe familjen dhe fëmijët. Domethënë, kur dëgjoi profeti alayhis salatu wassalam, dhe Omeri që tha o profeti i Zotit, ka blavse mu. Tha profeti alayhis salam, lëre Omer, sepse ky është ai që ka kontribuar në një moment ku nuk kontribonte dot asnjë për fenë dhe për besimin në ngjarjen e Bedrit. Edhe e la profetit lirë. As nuk e qortoi më, as nuk i tha mbaroi kaq, dëgjoi arsyetimin dhe mori në konsiderat qëllimin e personit. Domethënë, a kupton domethënë sa e rëndësishme është që ne nuk duhet të jemi gjykues dhe ne duhet të kuptojmë se si funksionon tek Zoti shpërblimi, gjykimi, trajtesa e njerëzve është sekret, është gajb. Ne mund të trajtojmë gjërat kështu shumë fasad, shumë sipërfaqësore, okay, por ne nuk duhet të futemi në thellë dhe ne nuk duhet të japim aksioma të sigurta 100%, ne nuk mund të japim si thon deklarata definitive. Definitive i takon Allahu xhallahu xhallahu. Ne themi po, ky veprim është gabim, ky veprim është i rëndë, kjo gjë e çon njeriu në xhehenem, Po jo ky është xhehenemli. Ka dallim mes dy artikulimeve. Prandaj dhe njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Normalisht, domethënë hadithi tregon domethënë se Allahu xhelaluhu domethënë ka një mëshirë të paperceptueshme për robët e tij. Ndërkohë që kemi vazhdimisht në këto rrëfime na vijnë personazhe të cilët shpesh i gjejmë gjynafqar, po gjynafqar në shembull ekstrem, pra, si rasti i Morales apo ky personi me cilin një transmetim siç thatë ju, ishte personi i cili vinte qefinet, diçka e ulët dhe po dhe e dëmshme. Mirë, po ky kishte dy cilësi, me sa kuptoj nga hadithi, pra kishte drojën dhe frikën ndaj Allahut. Kishte drojën dhe frikën, jo, kishte edhe atë që është besimi faktikisht, se ka Zot që sheh gjithçka. I patundur në këtë. Besimi se ka botë tjetër dhe do të dalin përpara Zotit. Pastaj vjen frika dhe droja, dhe këto ishin kombinuar me njëra tjetrën, gjë që e bëri këtë të thotë, e ndiqni që mos ngjallen se po u ngjallon s'ka. Dhe sa të rëndësishme janë që këto tre cilësi ne që të paktën jemi aq të kujdesshëm sa nuk e bëjmë këtë veprim të tillë, pra nuk kemi rënë në këto gjëra të tilla. Po ndoshta na mungojnë këto cilësi, pra ky edhe pse kishte në mëkate të mëdha, kishte tre cilësi të mira, nëse mund t'i Po, brenda tij ishin tre cilësi të mira. Po ndërkohë në veten tona, okay, ne nuk bëjmë gjëra kaq të mëdha. Po ndoshta nuk kemi këto tre cilësi kaq të forta. Bravo, është saktë. Bër krahasimi veteve tona, sepse e shohim veten ndoshta shumë më lart se ky. Po ky kishte tre cilësi që ndoshta nuk duken shumë. Nganjëherë, për këtë arsye kanë thënë, vetë çuditja ose mahnitja me vetveten është smundja e adhuruesve. E duket vetja i sigurt. E duket vetja çdo gjë okay. Po kjo është smundje faktikisht. Për këtë arsye ka një hadith që e mbështet të që thua ti, thotë Allahu e sprovon robën me ndonjë mëkat që her mas here njeriu i kthehet. Dhe bërja e këtij mëkati, bërja e këtij mëkati është më mirë për njeriu se sa mosbërja e tij. Edhe pse mëkati është ndaluar. Tham, po si oj dërguar Allah, tha se njeriu po mos ta bënte këtë lloj mëkati që e ka sprovu Zoti me gjuna, tha ai do të kalonte në vetë mahnitje ose në vetë kënaqësi ose
tip mendimësie dhe tip kështu, domethënë vetvlerësimi, sigurie. Domethënë nganjëherë gjunat janë mëshirë për robën. Kanë urtësi pse ndodhin. Kanë urtësi që ndodhin. Në mënyrë që ta uli hundën dhe të thotë ai prit se nuk je ky gjunaj të ul vlla. Dhe me të vërtetë shoh domethënë robi për shembull është në një situatë shumë të mirë, besimi etj dhe bën një gjuna, domethënë i duket vetja si hipokrit, i duket vetë si i pavlerë. Është urtësia e Zotit që ti këtë lloj ndjesie ta kesh stabil. Kjo lloj ndjesie duhet të jetë stabil, asnjëherë nuk do ta shohësh veten më lart dhe asnjëherë nuk ta shohësh veten më mirë se sa të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme. Është lloj pasqyre e cila të reflekton realitetin e dobësive që në moment caktuar nuk i shohin në ekuilibrim. Ajo vetë kënaqësia, domethënë është një lloj verbimi, domethënë e çon njeriu në ekstrem tjetër pastaj, domethënë i duket si edhe pastaj lëshon fjalët për këtë arsye dhe mund të bëj sepse i duket vetja, për shembull ka bërë haxhin vëlla, domethënë. Çfarë do të thotë se ka bërë haxhin? Ky që ka bërë haxhin do të jetë shumë më i kujdesshëm se sa ai që s'ka bërë haxhin. Mirë po, dikush mund ta lexoj gabim haxhin, thotë unë kam bërë si një gra tashmë e siguruar. Janë falë gjitha gjunat, ku dëgjon, janë falë gjitha gjunat, po ti me i fjalë mund të hedhësh gjitha poshtë. Me i fjalë mund të fitosh hidhrimin e Zotit. Pra nuk është haxhi ajo që ti ke fituar, po, në të vërtetë nëse ti do të kishe vdek më një herë pas haxhit, inshallah do ishe inshallah i sigurt dhe i garantuar. Po përderisa je gjallë akoma, do të thotë se ti je akoma në provë, se Zoti nuk ka thënë Allahu ju krijoi juve derisa të bëni haxhin, pastaj e keni të sigurt situatën. Ka thënë ju krijoi jetën dhe vdekjen dhe jeni në provë sa jeni gjallë. Nuk tha jeni në provë sa derisa të shkoni në haxh. Pra, garanci nuk ka derisa të dalin para Zotit. Po interesant është edhe na ditë, domethënë ky personi, domethënë thotë vjedh te qefinat. Dhe vjedhja e qefinit që ka shumë rënd tek Zoti, saqë ky njeri kishte informacion dhe e dinte që kjo është shumë rënd. Po ata që vjedhin njerëzit. Qefini sa kushton? E diçka pa vlerë. E pa vlerë është. E kujt? E një të vdekurit. Që në fund fare si duhet të vdekurit qefini, si koncept nuk i duhet të vdekurit. Është i pa vlerë, nuk i duhet të vdekurit. Mirë po ky me këto qefina ishte bërë shumë i pasur, se flasin për kohën, Zoti di se kur kanë qenë këto kohë, domethënë. Pra ata që nuk e dinë çdo thotë qefin, është ajo pëlhura me cilën e bardhë me cilën mbështillet i vdekurit, për këtë bëhet fjalë. Dhe domethënë dhe ky bëri një mëkat të madh dhe e dinte që është mëkatar etj, urdhno. Po njerëzit që vjedhin njerëzit dhe i shesin, domethënë siç njihet për shembull shitja organeve, trafikimi i njerëzve etj, domethënë llogaritë, domethënë çfarë mund të jetë tek Zoti gjithë dhe çfarë mëkati mund kenë këta njerëz cilët merren me akte të tilla. Domethënë ky që ishte vjedhës qefinash, edhe e kuptonte se ishte shumë keq. Po këta njerëz, domethënë që merren me njerëzit apo me jetët e njerëzve, domethënë sa e madhe dhe e rëndë është tek Zoti i gjithësisë. Kështu që dhe për këtë le të jetë ky një mision, një thirrje për t'u penduar, sepse ne thamë mëshira e Zotit është pakufishme edhe për këtë kategori. Absolutisht, për të gjitha kategoritë, për të gjitha. Shkëputemi pak moment hosh dhe vijmë përsëri në pjesën e dytë, na ndiqni pas pak miq. Normalisht rikthehemi në pjesën e dytë dhe jemi duke folur për ngjarjen e një personi i cili la amanet fëmijëve të tij dhe ju tha ma ndiqni trupin, e gjitha kjo prej drojes dhe frikës për të dalë para Allahut, sepse kishte frikë se ndëshkimi i Allahut do ta përfshinte atë. Hoç thamë që ky ishte i bindur tek po themi tek frika, tek ringjallja në takimin me Zotin. Dhe ndoshta ky ishte një prej arsyeve që arriti të përfshihet në mëshirën e Zotit. Sa rëndësishme është që dhe ne ta kemi cilësitë e timi të bindur, se nuk ka dyshim se përballje me Allahun, duke qenë gjunafçar dhe duke mos qenë adhurues, mund të jetë një përfundim i dhimbshëm për ne. Të besosh në ringjalljen është gjysma e besimit. Pse? Sepse të besosh në ringjalljen do të ketë kjo refleksionet e veta në gjithë jetën tënde. Domethënë, një nga le të themi shkaqet, një nga arsyet kryesore që rregullon jetën e njeriut në këtë botë është besimi se ka llogari dhe ka botë tjetër. Se i bën hesapet me atë që të paraqitet për Allahun, se ndoshta këtu i fshihet njerëzve. Mund të fshihesh njerëzve, mund të fshihesh shikimit të tyre, gjykimit të tyre etj, mirë po Zoti, pastaj Zoti di edhe zemrën, Zoti di edhe shpirtin, Zoti di edhe pse e ke bërë dhe se si e ke bërë, domethënë kush ka qenë qëllimi jot i brendshëm. Është shumë e rëndësishme që njeriu të besojë ringjalljen, pavarësisht se ndoshta ne nuk jemi aq perfekt
për të përgatitur se si duhet dalë përpara Zotit. Ama besimi në ringjallje duhet të jetë, sepse nëse nuk është besimi në ringjallje, nëse nuk është besimi në botën tjetër, domethënë njeriu, edhe nëse ka bërë vepra të mira, edhe nëse ka bërë punë të mira, domethënë të gjitha në botën tjetër nuk i vlerësohen. Pra shumë e rëndësishme të besojmë se ka botë tjetër. Dhe koncepti i të besuarit në botën tjetër, unë mendoj se lehtësohet shumë kur mendojmë për Zotin. Pra nëse themi ne që kemi të bëjmë një Zot i cili është absolut, në fuqinë, pushtet, në dituri, në vullnet, në dëshirë dhe në gjithçka, atëherë përballë Zotit nuk ka gjë që është e pamundur. Është e vërtetë që në konceptin njerëzor dhe në llogaritë njerëzore është e pamundur që njëri mbasi është tretur, djegur, shuar, të ringjallë, është e pamundur. Po kjo jo për Zotin, për njeriu po është e pamundur. Po të ishte kjo të procedurë njerëzore është e pamundur, kurse për Zotin nuk ka të pamundur, sepse Zoti njeriu e parë, Ademin alayhis salam, e krijoi nga balta. Kështu që, domethënë, Zoti krijon nga zyja, dhe jo më pastaj për ta rikthyer. Po jo më për ta rikthyer edhe një herë në jetë. Domethënë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë të mbahet si këshill dhe të kuptohet se ne një ditë do të dalim përpara Zotit. Ky do të jetë një besim i rrënjësuar thellë në shpirtin e zemrës. Për këtë tha Zoti në Kur'an, dhe ju friksua momentit të takimit me Zotin. Ky momenti i takimit me Zotin është një moment që nuk do të shpëtojë askush. Për këtë arsye këtë njeriu gjithmonë do ta vej në llogari. Njerëzit mund të mos shohin, njerëzit mund mos të ta dinë, njerëzve mund t'ju fshihesh, po Zoti gjithsesi nuk i fshihesh. Domethënë do të vijë një ditë që do të japim llogari përpara Zotit. Dhe të besosh ringjalljen, të besosh konceptin e ringjalljes do të thotë që ti të besosh se një ditë ky që je sot, jo ringjallje shpirtërore. Ky që je sot, ti do të dalësh një ditë përpara Zotit, me të njëjtën logjik, me të njëjtën ndërgjegje, me të njëjtën arsyetim, pavarësisht ndoshta parametrave të asaj bote. Mirë po ndërgjegja, koshjenca, domethënë intuita dhe çdo gjë do të jetë ajo që është në jetën e kësaj bote, përveç kujtesës. Kujtesa atë ditë do të jetë një kujtesë, domethënë, si më thon 100%, domethënë kujtesë korrekte e imët për çdo veprim. Sepse në sajt e kësaj kujtese do të bëhet dhe llogaria. Domethënë çdo gjë që ti ke bërë në jetën e kësaj bote do ta shohësh edhe do të kujtohesh për atë moment ku e ke bërë dhe si e ke bërë. Për shumë veprime që si kujtojmë që kemi bërë ose ndoshta edhe si kemi vrejtur. E thot Zoti në Kur'an, "Ahsahu Allahu wa nasu." Ju e keni harruar, por Zoti e ka regjistruar. Ju e keni harruar, po Zoti e ka regjistruar. Pra, shpesh raporti i njeriut me vdekjen dhe me ringjalljen është habitshëm sepse nuk ka gjë më të vërtetë, thotë i pietarëve, me të cilët njerëzit më së shumti dyshojnë. Pra, dihet nuk ka të vërtetë më të madhe se vdekja dhe nuk ka gjë që më së shumti njerëzit hamendojnë se si thosh, duan që ta lënë bazdore, ta neglizhojnë. Absolutisht. Ndërkohë, duke sigur amaneti që ka lënë ky baba fëmijëve të tij është një amanet që ndoshta bie ndoshta edhe kundërshtim me ligjit e Islamit. Në rasti kur dikush lë një amanet të tillë, sepse ne dimë që trupi nuk bën që të digjet. Absolutisht. Si veprohet në këtë rast? Amanetet janë dy llojesh. Amanetet që nuk bien ndesh me normativat islame. Këto amanete duhet të çohen në vend. Amanetet që bien ndesh me normativat islame nuk duhet të çohen. Domethënë nëse ne çojmë një amanet që na ka lënë i vdekuri, po që bien ndesh me fen, ne bëhemi sebeb që i vdekuri dënohet për shkak të amanetit gabuar. Dhe ne do të ndëshkohemi me gjuna, do të ngarkohemi me gjuna dhe do të ndëshkohemi sepse çuam në vend një porosi që është e ndaluar. Diskutimi është kur është një amanet që nuk bie ndesh me normativat e Islamit, mirë po dëmton të gjallët ose u vështirëson atyre. Për shembull, thotë i vdekuri, unë kur vdes, trupin ma varrosni në filan vend, ndërkohë që mund të jetë shumë e sikletshme kjo për njerëzit për shkak të pamundësive etj. Atëherë kanë thënë dietarët, këtu varet nga mundësia që kanë njerëzit për ta çuar në vend. Nëse kanë mundësi ta çojnë në vend këtë amanet, le ta çojnë. Nëse nuk kanë mundësi për arsye ekonomike, çështje sigurie etj, atëherë nuk çohet ky amanet në vend. Domethënë nuk ngarkohen familjar për ta çuar këtë lloj amaneti në vend. Në përgjithësi amanetet duhen çuar në vend përveç rasteve ku bien ndesh, për amaneteve që bien ndesh, që janë të njohura ndër shqiptarët, është trashëgimia vetëm për djemt. Dhe përjashtimi i vajzave nga trashëgimia. Kjo është një amanet. Padrejtësi që nuk duhet çuar në vend, domethënë.
Ose për shembull prej amaneteve, për shembull, është që të varroset në një formë që faktikisht bie ndesh me normativat e Islamit, atëherë as ky lloj amaneti nuk duhet çuar në vend, edhe pse është i lënë amanet prej të vdekurit, domethënë. Ndërkohë, Zoti shpëleft dhe ndoshta ky emision do të na nxjisë që të përgatitemi që ato amanete që ti lëm të jenë amaneta të cilat po themi jo vetëm që janë brenda ligjes islame, po të jenë dhe të dobishme për njerëzit, po profeti alayhis salam ka porositur dhe ka thënë që njeriu duhet ta lej, si më thon, testamentin gati. Sepse mund të ketë borxhe ose mund të kenë borxhe. Nëse njeriu di që mund të bën gabime njerëzit me varrimin e tij, domethënë për mënyrën e varrosjes, mund të ketë gjëra që nuk kanë as pak lidhje me traditën e vërtetë islame, ky duhet të sqarojë. Nëse nuk i sqaron, edhe ky ngarkohet me gjuna, jo vetëm ata që i bëjnë këto gjëra, domethënë. Zoti shpëletash. Amin edhe juve. Për miq, këtu e mbyllim këtë emision, folëm për frikën dhe drojën e një personi i cili edhe pse ishte gjunafçar, kishte frikë të madhe se këto vepra përballë gjykimit të Zotit mund ta çojnë në ndëshkim dhe në humbje të mëdha, prandaj bëri një veprim i cili në pamje të parë duket veprim dhe ashtu është i ndaluar, mirëpo Hoxha i shpjegoi qëllimet dhe arsyet pse ky person veproi kështu dhe me sa duket pikërisht prej kësaj droje, prej kësaj frike arriti që të fitojë dhe mëshirën e Zotit. Zoti shpëlet që na ndoqët mirë ta kopshim. Selam aleikum.